Zeki Sylemaja, në moshën 24 vjeçare, vendosi të kthehet nga Gjermania për t'u bashkuar radhëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ra dëshmor në betejën e Kosharës, betejën e përgjakshme dhe heroike të UÇK-s, falë së cilës ra edhe kufiri shqiptaro-shqiptar. Fetije Sylemaja, sot në 27 vjetorin e betejës së Kosharës, kujton momentin kur djali i saj u kishte treguar se do t'i bashkohej luftës për liri. Ajo për Kosova Press tregon se pa djalin e saj jeton me shumë dhimbje, por edhe me shumë krenari. Prej që krisi lufta, këtu ka kontribuar me të holla. Kur kërciti në Drenic, i ka thënë vëllait të tij, unë nuk mund të rri, dhe vetëm kur na ka thënë ditën tjetër, unë nesër jam në aeroplan ne i tham, ku po shkon? Ai tha, askënd, nuk e marr me vete. Kush e do Kosovën? Gjithkush e do për vete. Unë tha kështu po e dua Kosovën. Më 16 prill, më ka rënë djali. Në mars ka ardhur nga Gjermania, më thirri para se të hyj këtu. Më tha, nan, ama bën halal. I thash pse djali jem? Halal të qoftë. Pas rënies së djalit, jemi kthyer me njëherë, nuk mund të rri më. Dhimbje e madhe, por edhe krenari. Luma i për vete dhe për këtë jetë, por edhe për atje, po më shumë për atje se këtu njerëzit e harrojnë. Nuk ka problem, tha ajo. Më 14 prill 1999 në betejën e Kosharës ra edhe Kasim Uka, i cili ishte angazhuar herët në bartjen e armatimit për ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. E vëllai i tij përparim Uka, sot teksa qëndron krenar para varrit të vëllait të tij dëshmor, kërkon që shteti të bëjë më shumë. Herët kishte nisur të angazhohej në bartje të armatimit me shok nga fshati. Aty, pasi ka ardhur ofensiva e madhe, ka kaluar në Shqipëri dhe ju është bashkëngjitur Agim Ramadanit dhe në Kosharë është vrarë më 14 prill 1999. Mire konsiderojmë, pak më mirë me u ba do të ishte më mirë, tha Uka. Betejës së Kosharës në Kosharë ishte bashkuar edhe luftëtari Bylbyl Bresjani nga fshati Markaj i Bajramcurit, i cili u vra në qershor 1999. Luftëtar të pashoq e quan bashkëluftëtari i tij Agim Gjukaj, kërkon që mos të shkelet mbi gjakun e dëshmorëve. Ky ka lënë një kujtim të pashoq në atë kohë dhe e kam njohur se isha pjesëmarrës edhe unë. Kështu që veç inshallah nuk shkelin mbi gjakun e dëshmorëve, se po më duket punët janë mbrapsh. E uroj të kthehet mbar, tha ai. Beteja e Kosharës nisi më 9 prill 1999 dhe e përfundoi më 10 qershor 1999 duke u kthyer kufirin shqiptaro-shqiptar. Thyerja e kufirit nuk shënoi vetëm një fitore morale të UÇK-s, por i hapi rrugë furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona të luftës në brendësi të Kosovës. Në betejën e Kosharës, ranë dëshmor 114 luftëtar dhe u plagosën 380 të tjerë.